një video që del aty dhe unë e di si pritën fjalët, Danja ka zgjedhur mos të më flasim pas videos ku doli dhe foli Danja. I kam shku 2 herë, një herë i kam përkëdhel kokën, një herë kam shku e kam puth në mëngjes, nuk më ka folur. Për 3. herë motrës time që ma ka bërë njëta nën nuk shkoj më. Se pastaj thot mua më vinë, nuk i shkoj njeriu. Unë menoj që dyja doni me nxit debat. Unë nuk dua se nuk po ja jap të gjën, dhe prandaj nuk po i shkoj, me i kam shku 2 herë, e kam përkëdhel, e kam puth, e kam parë që nuk më ka thënë asnjë fjalë mbrapsht, okay, ke zgjedhur të pozicionohesh, pozicionohu, nuk të mbaj dot me zor. Shoqja ime ngushtë. Po, ti ja ke fut pak se. Po unë pse? E si afro me mu pak ma shumë. Zotri, unë kam qenë me Danjën kur i afro ti të ne. Me Kellin, ti tani... Unë Kellin e njoh dhe jashtë sa i shtëpia, unë këtu... To ne shumë me mu e me Kellin. Po sepse ajo ka hikur, më zotri. Ta marrë me zorën. Ajo po shkon pak të Rozona. A ta marrë me zorë. Gjuhë me zorë jam. Po qa pra, 2 herë i kam shkuar. Mbas ati prajmi, shkova 2 herë me lënë me kuptu që Danja, si do që është ndërtu ajo video, aty nuk jam e mërzitur me ty. Nuk më përbën ajo një arsye që të zije me ty në këtë shtëpi. Po edhe Danja ku vetë mund pesho që po kësishne. Danja nuk ka dashur të më flasi. Po do me lujt edhe mu shumë pak. Nuk e di pse, po pra, me që se do të luaj, me këtë gjën, nuk du të luaj me Danjen me këtë gjën. Thjesht të shkoj unë, që të sqaroj nuk shkoj se nuk e ndjej vetën që duhet shkoj unë. Kaq. Pesho edhe Danja që po ka pak. Sepse di që kam ditë shumë sinqerisht me të, dhe jo, ajo, nëse ajo ka shkuar dhe i ka thënë Rozanës, që unë kam ditë me Eglin, se më ka thënë Eglit lutem bri më shumë me mua, duhet isha unë ajo që të mërzitem, që ti shkon dhe ndanë me Rozanën bisedat tona, se unë kur ja kam thënë atë fjalë Danjës, ja kam thënë pasim ka këshillu për diçka, dhe i kam dje sinqerisht si shoqe kur ma ka thënë atë fjalë, dhe i kam thënë të lutem rri më tepër me mu, se në sensin më duhet një gocë në këtë shtëpi që ta di që e kam marrëdhënien e sinqertë.